Gurët mbi policinë e Kosovës po vazhdojnë të hidhen akoma nga vetëvendosje, vetëm kësaj here jo literalisht, por duke e përdorur pushtetin që arritën ta marrin. Një pjesë të konsiderueshme edhe për shkak të gurëve. Albin Kurti e vartësit e tij kanë suspenduar nga detyra arreshterin e policisë së Kosovës, Gëzim Millaku, polis i mashëm i institucionit e madje edhe ish ushtari UÇK-s. Krejt kjo sepse i njëjti kishte parë ndryshe situatën që Albin Kurti pretendonte që ka pasur tendencë të sulmohet me veturë nga kryetari i Skenderajt Sami Lushtaku. Me veturë zyrtare, ka synuar që të bëj ndeshje komunikacioni me eskortën ku ndodhesha unë. Ai në polici si dëshmitar i vendit të ngjarjes kishte thënë se vetura e dyshuar e Sami Lushtakut ka bërë vetëm kyçje të vrollshme, por nuk ka rrezikuar eskortën e kryeministrit Albin Kurti. Kaq mjaftoi, tha të vërtetën tjetër nga ajo e kryeministrit dhe normalisht pasoi suspendime. Për këtë rast raportoi ekskluzivisht Vox Kosova, por historia e afërt me këta pushtetar që pretendojnë se policia e Kosovës nuk është një institucion i pavarur, një edhe disa raste të tilla që kanë dëshkuar zyrtar publik, që kanë vepruar ndershëm, por kundër interesave të tyre. Për shembull, Idris Gashi dhe Shahip Elshani u degraduan në pozita nga njësia e veçantë hetimore në patrullime të thjeshta, vetëm se kishin hetuar aferat korruptive të vetëvendosjes, se ajo për rezervat shtetërore ku ishte përfshirë Rozeta Hajdari, apo kjo tjetra për keqpërdorimet në korporatën energjetike nga Nagib Krasniqi. Qeveria Albin Kurtit kur flet për sukseset e qeverisjes, të parën që e përmend është Veriu. Pra, e do suksesin e arritur pikërisht përmes policisë, por policët që ja mundsuan këtë sukses, veç e veç nuk i do, i suspendon.